Hetimet e fundit të prokurorisë së posaçme kanë çuar në akuzë, por edhe në pranga 10 personazhe të botës së krimit, pas bardhjes së disa ngjarjeve e pas dëshmitarësh të penduar. Pas prangave kanë përfunduar dhe politikanë e njerëz që deri dje quheshin të plot fuqishëm, por pas të gjithë këtyre, në hetime shpesh faqen dhe emra biznesmenësh të ndryshëm, SPAK bën punën e tij për te problematikave që mund të ketë ky institucion i ri. Dikush ka kritika, një prokuror është më i zoti e një tjetër më i ngadalt. Dikush akuzohet se po saboton çështje, siç është rasti flagranti i incineratorëve, të tjerë vlerësohen. SPAK dhe shumë emra, pjesë e këtij institucioni, ku Altin Dumani është diferenca e të gjithëve, ka treguar se mund të luftojë pa kompromis krimin e organizuar dhe korrupsionin. Betejë me krimin dhe korrupsionin ka edhe një pikë delikate, ato të goditjes së ekonomisë, goditjes së biznesit të ndershëm dhe pasojat që japin hetimet apo publikimi i të dhënave të shumë bizneseve dhe biznesmenëve. Ka ndikim jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe në jetën sociale të qytetarëve. Shumë emra biznesmenësh merren dhe publikohen dhe më pas ata në portale gjobaxhinsh apo media kriminale, gjobiten, anatemohen, sulmohen me qëllimin e vetëm për t'ju marrë para. Këto duhet që vetë SPAK të ndërhyjë. Kjo ndodh jo rrallë, edhe për inate personale e për inate politike. Biznesmenët kryesorë në vend përfliten për dosje që nuk kanë qenë kurrë pjesë e hetimit, një mënyrë abuzive dhe skandaloze. Ata akuzohen për vepra që nuk kanë as pak lidhje me to. Një rast mjaft flagrant. Më i rëndë është edhe fakti kur hetimet e SPAK-ut, veprimet që kryhen, masat e sigurisë dhe materialet që publikohen, dëmtojnë edhe qytetarët. Bllokimi i pronës së qytetarëve. Le të marrim një rast, një ndërtues ka paguar për të blerë një truall dhe më pas për ta zhvilluar. Burimi i të ardhurave të personit që jep lekët nuk dihet, mund të jenë para droge, trafiqesh ose para të fshehura me të cilat blihet një pronë. Deri këtu SPAK nuk ka ndërhyrë, nuk di asgjë. Hetimet i bën pas disa vitesh. Në këtë pronë fillon investimi, nxirret një leje zhvillimi, një leje ndërtimore dhe fillon të hapet një grop dhe direkt fillon shitja. Fillimi i investimit mund të kushtojë disa qindra mijëra euro, por më tej ecet me shitjet e apartamenteve, që pa u hapur gropa në disa raste. Më pas fillon të ngrihet një godin me 10 apo 15 kate, ku qindra qytetarë do të shkojnë të banojnë dhe për këtë marrin kredi, japin kursimet e jetës së tyre. SPAK nis hetimet, ka masa sigurie pas 5-7 ose 10 vitesh, e bllokon objektin dhe qytetarët janë në panik dhe të trembur, sepse prona për të cilën ata kanë punuar gjithë jetën apo kanë marrë kredi, tashmë ngelet peng. Askush nuk di se çfarë do të bëhet, sekuestrohet pasuria e jetës së tyre dhe ajo çfarë ndodh është se qytetarët rrinë e presin me syt nga qielli. Agjencia e administrimit të pronave të sekuestruara është një skandal më vete, një aferë më vete. Prona ngelet e bllokuar, qytetarët kanë hedhur kursimet, nuk kanë lekë të paguajnë këstin e kredisë, se nuk hyjnë dot në shtëpitë e tyre dhe duhet të paguajnë qiran. Kjo dëmton dhe bankat, sepse nuk paguhet kredia dhe këtu jemi përballë faktit të një krize sociale që godet qytetarët. Nuk ka asnjë diskutim se SPAK duhet të hetojë paratë e trafiqeve, drogës, korrupsionit dhe të çojë deri në fund ato hetime, por ky institucion dhe çdo institucion tjetër hetimor duhet të jetë mjaft i kujdesshëm për të bërë diferencë, të sekuestrohet pjesa që i përket një trafikanti apo atij që nuk i dihet burimi i të ardhurave, por jo të goditet biznesi dhe qytetarët me pasurinë e tyre. Jo çdo biznes është bashkëpunëtor me dikë që ka investuar, që ka blerë një pronë, jo të gjithë janë njësoj, nuk mund të drejtohet gishti dhe të thuhet se të gjitha kullat në Tiranë janë ndërtuar me paratë e drogës, për shkak se kjo është gënjeshtër, një mashtrim i madh. Një pjesë e madhe janë ndërtuar me kredi, një pjesë tjetër janë financuar nga vetë qytetarët, nga ata qindra mijëra qytetarë të shtresës së mesme, emigrantë të cilët pronotojnë që kur hapet një grop, marrin një kredi për të ndërtuar dhe për të pasur një pronë në kryeqytet. Pse janë rritur çmimet e apartamenteve? Përgjigjja nuk është se rritja vjen nga lekët e drogës, e kundërta do të ishte e vërtet. Fakti është se janë rritur kostot e ndërtimit dhe është trajtuar dhe krahu i punës. Krahu i punës është trajtuar në Shqipëri dhe këtë e din të gjithë. Krah pune në Shqipëri ka shumë pak, sepse pjesa më e madhe ka zgjedhur të ikin në emigracion. Çmimet e materialeve janë dyfishuar që pas pandemisë dhe luftës së Rusisë me Ukrainën, pa folur për rritjen e çmimeve dhe pas nisjes së luftës së SBA-s me Iranin, kostot e pronave kanë shkuar deri 50% në Tiranë. Taksat e Bashkisë Tiranë, sa mjedis, shkolla, infrastrukturë e të tjerë, shkojnë disa miliona euro para pagim, para që nuk dihet se ku i çon bashkia. Prandaj jemi përballë një fenomeni social
që nga hetimet tek rritja e çmimeve dhe gjithçka mund të kthehet në një pasojë të rëndë për ekonominë dhe duhet një kujdes i veçantë gjatë hetimeve, veprimeve apo publikimeve, përfshirë këtu edhe ndalimin e biznesmenëve. Këta të fundit nuk duhet të trajtohen si kriminalë apo pjesë të grupeve kriminale për shkak se kanë investuar apo zhvilluar një pronë ku është futur dhe një person tjetër, të cilit nuk i dihet burimi i të ardhurave, apo dikush që është përfshirë në përgjime, apo dikush që është marrë në trafik droge. Nuk mund të përzihen të gjithë bashkë, kjo për një arsye shumë të thjeshtë, për të mos dëmtuar së pari qytetarët dhe ekonominë e vendit, duhet të bëhet diferenca. Në momentin që biznesmen të ndeshëm ekspozohen, goditen deri në ekstrem pa u dëgjuar, pa u pyetur, pa u verifikuar gjithçka deri në fund, pasojat që i ndodhin ekonomisë janë katastrofike. Efekti zinxhir fillon me bankat, kundërtuesi dhe biznesmenët shkojnë dhe marrin kredit, menjëherë sapo vërsulen portale gjoba xhinsh e gjoba xhesha apo sharlatan që përziejnë emra për të vendosur gjoba, rriten interesat bankare dhe kjo prap rrit kostot e ndërtimit. Qytetarët futen në panik ku ju shkon prona, a do t'ju përfundoj apartamentin ndonjëherë. Qytetarët e dinë që në momentin që sekuestrohet prona, shteti është ku thërret qameti. Institucion ku fom, siç e përmendëm më lart, nuk ka asnjë shpresë që Agjencia e Administrimit të Pronave të sekuestruara të ketë një performancë që prona të vijojë të zhvillohet dhe qytetarët të marrin apartamentet e tyre dhe të konfiskohet vetëm pjesa që i përket trafikantit, jo ajo që u përket atyre që e kanë blerë me para të ndeshme. Kjo është diferenca që duhet bërë. Ndodhet edhe rëndom nga agjencia që sekuestrojnë prona banditësh dhe pastaj shkojnë i blejnë vetë ata me emra të tjera jo të tyre dhe i nxjerrin në shitje me 2 lek, ndërkohë qytetarët që kanë marrë kredi ngelen me gisht në gojë. Ndaj dhe këtu SPAK duhet të bëjë diferencë për të mos dëmtuar ekonominë, biznesin e ndeshëm dhe për të mos ekzekutuar pa gjyq qytetarët e thjeshtë që kanë investuar kursimet e tyre në një pasuri e cila sekuestrohet për shkak të gabimeve apo fajeve të një personi të përfshirë në çështje që shkelin ligjin dhe përballen me përgjegjësi penale. Primare duhet të jetë lufta kundër korrupsionit, por paralel duhet të jetë edhe kujdesi ndaj qytetarëve, biznesit të ndeshëm dhe investimeve të tyre. Kjo sepse një efekt zinxhir që dëmton biznesin, qytetarët, bankat, bën që ekonomia të shkojë keq dhe më keq dhe Shqipëria të ketë pasojat shumë më të mëdha përtej betejës që mund të ketë me krimin dhe korrupsionin.